problemi ishte pak periudha 93-95, ku shumë shqiptar kishin shkuar në Greqi dhe pa dokumenta dhe pa punë, me ato vështirësitë e tyre ekonomike, pa shtëpia, do me thënë ato kushtet ashtu, dhe unë e pata pak të vështirë historinë të qenit shqiptar, nuk kam refuzuar kur të them që jam shqiptare, gjithmonë kam thënë jam shqiptare, nuk më ka bërë asnjëherë asnjë problem. Në kundërshtim me disa të tjerë që thoshin jam grek ose jam nuk e di çfarë, të mos flisnin keq për të, dhe kam pas shumë të rëndësishme që të vija emrin tim, sepse unë isha shqiptare, isha si gjithë tjerët, isha më e mirë se sa të tjerët. Ato më kishin marrë mua sepse kishin nevojë për mua, dhe jo sepse unë ja u kisha nevojën. Këto fjalë ja thua vetës sot, Alketa, apo ja ke thënë vetës edhe në atë kohë? Jo, ja kam thënë vetës gjithmonë. Unë kam pasur shumë sigurin vetë, sepse kisha rezultate, luaja mirë, dhe kjo mua më jepte më shumë fuqi dhe siguri që unë të përfaqësoja veten time. Unë përfaqësoja Shqipërinë pa diskutim, po unë përfaqësoja Alketën, sportisten, rezultatin. Po, fole pak për Greqinë edhe ato sfida që ke kaluar atje. Të çfarë natyre ishin këto sfida? Cilat ishin paragjykimet më të mëdha, mentaliteti që i asaj kohe që të rëndonte? Po, ka pasur të ndryshme, duke filluar nga ndonjë person në publik që të më thrasi mua shqiptare ose me një ofezë, gjë që mua më ka bërë ndonjëherë dhe të dal nga vetja dhe të marrë një karton të kuq. Si është të dalë nga vetja për Alketën? Po që t'i kthehem atij dhe t'i them ndonjë gjë, dhe arbitri ta shikoj këtë gjë dhe kartonin e kuq. Ka ndodhur shpesh kjo, Alketa, apo ka ndodhur rrap? Shpesh jo, po ka ndodhur. Ka ndodhur. Përveç në sport, më ka ndodhur dhe në jetën e përditshme në fakt. Kisha shkuar në një dyqan për të blerë disa gjëra dhe më vonë doli dhe filmi, kur shkon edhe blen rroba të shtrenjta, unë shkoja për të bler një televizor dhe atëherë ka qenë një magnetoskop dhe një kamera që xhiroheshin çik në kohën e atërshme, dhe do paguaj me kartë krediti, do paguaja me cash. Ndërkohë unë kisha kaluar 2 vjet në Francë dhe unë e dija se që ishte një kartë krediti. Ato ishin më mbrapa se sa unë në fakt në Greqi, edhe them do paguaj në cash. Dhe më tha, ma po cash ta do paguaj, pse si, tha, nga jetim, tha mua, thash unë jam shqiptare, më tha, është shumë shtrenjtë për ty dhe më nxori. Më detyroi që të dal nga dyqani. Dhe unë dola nga i dyqan, shkova i bleva ato në një dyqan gjitur, ju ktheva aty dhe thash faleminderit, unë i bleva ke konkurrenti jot. Në me thënë, këto kanë qenë disa raste që më bënin të ndjehesha jo fort mirë.